pra në vitin 2008, ka krijuar terrenin për gjithçka do të vinte më pas, me sa duket. Fiks. Shumë e saktë. Zotim Mesallari? Shiko, ajo është një histori shumë interesante, në fakt, sepse, në fakt, negociatat kanë filluar, urdhri i negociatave është i Korriku 2007. Nëse mundem, Po. dakordësia me palën greke për të filluar negociatat i takon 2006-ës. Dhe pas e ka qenë fazë përgatitore. Pra, urdhri i ngritjes grupit negociator është Korrik 2007 dhe ligji është fuqizuar në 24 janar 2008. Tashti, çka ka ndodhur? Është bërë një artific juridike. Në atë kohë është përmirësuar ligji për kontrollin e kufirit. Ishin dy ligje, 8771 për kufirin, 8772 për kontrollin e monitorimin e kufirit. Ky është ligj procedurial që i takon policisë kufitare, kurse ligji tjetër është ligj material. Dhe duke ndryshuar ligjin për kontrollin e kufirit, në nenin 53, kur kanë thënë shfuqizohet ligji 8772, që është për kontrollin e kufirit, pra ligji i njëjtë, i kanë futur dhe ligji 8771. Pra me ligj procedurial kanë shfuqizuar dy ligje, një procedurial, një material. Kjo është historia. Por, dhe kur është futur grupi negociator, është futur pa vini drejt bazë. Në fakt, historia është kjo, që kur është bërë, ligji është quar në kryeministri nga Ministria e Brendshme pa konsultim me institucionet e interesuara. Dhe ministrin atë kohë ka qenë Bujanishani. Është bërë në Ministrinë e Brendshme, as policia kufitare nuk e dinte këtë fakt. Por, më falë, ka një ligj që është ligji për Këshillin e Ministrave, organizimin dhe vëmëtërin e Këshillit e Ministrave, ku në praktikën ligjore të proceseve të hartimit të akteve ligjore, të projekt ligjeve, është detyruar që Ministria që bën ligjin duhet ta çojë domosdoshmërisht tek ministrit e linjës që kanë impakt, dhe në një rast konkret, si ky, domosdoshmërisht duhet kishte kaluar tek Ministria e Jashtme dhe tek Ministria e Drejtësisë pa dyshim. Ligji për kufirin është kompetencë e Ministrisë Jashtme, nuk që Ministrisë Brendshme. Ligji për kontrollin e kufirit është kompetencë. Dhe për policinë kufitare është e Ministrisë Brendshme. Është ligji për rojën bregdetare në autoritetin e Ministrisë së Mbrojtjes. Këtë gjë bën ata me një ligj që është kompetencë e policisë kufitare, shfuqizuan që është ligj procedurial. Një ligj që është kompetencë e Ministrisë Jashtme. Shfuqizuan dhe pa konsultim publik. Kjo ndodhi në vitin 2008 dhe kur hynë në negociata, tashti, një gjë është e vërtet, që ata që ishin në negociata u thanë që ligji është shfuqizuar në vitin në 24 janar, se a hyri në fuqi në 1 mars, ka hyrë në fuqi të 2008-ës, nuk ka hyrë automatikisht në fuqi. Pas botimit në gazetën zyrtare. Pas botimit në gazetën zyrtare, ka hyrë në datë 1 mars. Dhe në fakt të çështje, në atë kohë, unë kam bërë një material e 100 faqe që i klasifikuar, që e kam marrë Ministria, Kryeministria, edhe e kam ngritur këtë çështje. Ju në atë kohë ç'de detyrë kishit? Unë isha komandant i bazës Pashalimanit. Dhe më ka kërkuar ish komandant i flotës në atë kohë Kudret Qela për të bërë një material, kam bërë një material në 100 faqe, që është i shtatorit të vitit 2009, dhe natër është ngritur. Dhe kur kemi vajtur në diskutim në shtabi përgjithshëm, me shef shtabi Max Malën, me ministër Arben Imami, pyetja e parë që unë kam bërë grupin negociatorës, ata që ishin grupin negociatorë në Ministrinë e Mbrojtjes, i kam bërë me këli që hyrë në fuqi, me 8771, apo në... Kush e përfaqësonte Ministrinë e Mbrojtjes në negociata? Në atë ku ishte Krisaj Gerbeni.